mbrëma të nderuar teleshikues nga ky transmetim special. Plot një vit më parë ndodhi një nga ngjarjet më tragjike të Shqipërisë komuniste. Shpërthimi një punishte e demontimi municionesh të vjetra rezultoi fatal për fshatin e vogël në periferi të Tiranës, duke marrë 26 jetë njerëzish, plagosur rreth 300 të tjerë dhe shkrumbuar gërdecin e panjohur deri mes ditën e 15 marsit 2008. Edhe pse u quajt me epitetet të ndryshëm, nga shpërthim apokaliptik, aksidenti teknologjik, një gjë është e sigurt, pamjet e denja për fantazit e zhanrit horror të Hollywoodit bën në pak minuta xhiron e botës dhe tronditën mbar vendin. Do të rikthehemi kësaj ngjarjeje për të parë pas një viti në të gjitha dimensionet e veta atë. Do të flasim me të prekur të dis, politikanë të lartë, funksionar, do të kemi lidhje të drejtë për drejta, analiza dhe komente për të hedhur dritë mbi pikpyetje që ende sot nuk kanë një përgjigje, ose në rastin më të mirë janë të mjegullta. Do të transmetojmë tani menjëherë një përshkrim konciz të asaj dite për të lidhur më pas me familjen ku ndodhet gazetarja Erida Gjermeni, duke ndjekur këtë transmetim në një nga shtëpitë e viktimave në Gërdec. Dhe na tu ka rënë njëri bie tjetrit. Ndodhi e pa imagjinueshmja, terror lufte në kohë paqeje. Ndjerë banorët e Gërdecit ndërsa vraponin për t'i shpëtuar predhave dhe shiu të municioneve të punishtes së armëve. Ajo e shtunë kishte nisur qetë për banorët e këtij fshati të vogël, që për shkak të një katastrofe të tillë bën në pak minuta. Në orën 12:10 ndodhi shpërthimi i parë që u ndje deri në Tiranë e Durrës, për të ndjekur 10 minuta më pas nga një tjetër edhe më i fuqishëm. Merë thonë të vishë shumë ambulanca. Fshati u përfshin nga flakët. Makinat e policisë dhe ambulancat shkuan në vendngjarje pa patur të qartë asgjë. Minutat e para ishin kaos. Njerëz që vraponin për të dalë nga fshati të gjakosur, e të tjerë që futeshin për të shpëtuar familjen apo të afërmit e rrezikuar. Çfarë punë bën të çuar? Barut, fishaj. Ja, urdhroni si kemi ardhur. Makinat në autostradë u dëmtuan, me dhjetra të plagosur që nuk përballoheshin dot nga ambulancat. Automitet të rastit transportonin të plagosurit në spitalin ushtarak. Asnjë bilanc për viktimat e mbetura në rënoja. Panik se ishte një fshat i tërë. Nuk bë punë ambulanca këtu ka marru çdo gjë. O merrni telefon se shpunoas telefonin me shpëtu rob se janë rob të atje unë. Në Gërdec mbërin drejtues të Ministrisë së Mbrojtjes dhe Krerë të Lartë të Shtetit. Ngjarja filloi të qartësohej, ashtu si edhe numri i viktimave në orët në vazhdim. Shpërthimi kishte ndodhur në punishten e armëve ku kompania Alba Demil e drejtuar demontonte municione. Është kreta për ne. Është kula pi. Është kula për ne. 300 të plagosur u shtruan në spitalin ushtarak, disa të djegur në mbi 80% të sipërfaqes së trupit. Familjarët kërkonin njërin, që i kishin lënë duke luajtur në oborre. Publikohen emrat e parë të viktimave të identifikuar. Numri vetëm rritej. Me semër kjetonin edhe Baxhanaku i kryeministrit Berisha. Rënojash që asnjë nuk e dinte se sa njerëz kishin e. Në për tunele ka gjithë njerëzit e gosën. Dhe kur erdha rrugës Biles ishin të vrarë, hap komplet barku. Pak orë pas shpërthimit, prokuroria e përgjithshme fillon hetimet. Njerëzit e akuzës shkojnë në fshat për të mbledhur provat që ndoshta më shumë se asnjëherë tjetër ishin të dukshme dhe tragjike. Ndërsa flakët e shpërthimit vazhduan deri në orët e mbrëmjes me panikun e çdo minute se punishtja mund të shpërthente sërish. Megjithatë, përmasa e ngjarjes rezultoi 26 bura, vetëm në familjen Diu. 300 persona mbetën të plagosur e të gjymtuar, me fajin e vetëm se nuk kuptuan asnjëherë që për një vit të rresht jetuan me vdekjen.
Ja, pra ajo që ndodhi një vit më parë, por le të kthehemi në Gërdec, në vendin e tragjedisë, në një nga familjet e viktimave, pikërisht në familjen Leti, ku ndodhet gazetarja Erida Gjermeni. Përshëndetje Erida. Mirëmbrëma Bona, mirëmbrëma teleshikuesve të Si e përjetuat rikthimin e kësaj tragjedie në familjen Leti? Cila është historia e tyre? Ndodhem këtu në fakt me prindrit e Zelies. Ishte vetëm 20 vjeçe dhe në këtë moment ju ndërprej jeta pasi ishte një nga punonjësit e fabrikës e punishte së armëve. Ajo kishte filluar punën aty që prej hapjes së kësaj punishte, le të themi, por kishte vetëm pak muaj që kishte kaluar në sektorin më të vështirë, ato të predhave. Është ndoshta viktima e parafundit që është gjetur në krater, në rënojat e asaj që mbeti nga punishte e armëve, madje edhe vetë familjarët janë përpjekur shumë për të gjetur të afërmen e tyre. Por kam këtu pranë në saj e cila në çdo moment që ndërtonim reportazhin për atë çka kishte ndodhur në 15 mars, le të themi vetëm kujtonte me dhimbje atë moment. Me pamjet e antarëve të familjes. Po? Ndodhem këtu pranë, këtu kam nënën e Zelies dhe pranë e babaj e saj Bajrami. Kemi ndjekur, pra siç e thash, kemi ndjekur reportazhin dhe Zelies kanë rikujtuar dhe ripërjetuar edhe një herë me dhimbje atë 15 mars, që ndoshta nëna e saj mund të na e tregojë edhe një herë konkretisht çfarë ndodhi dhe ku ishit ju dhe vajza. Atë ditë unë isha në shtëpi, vajza ishte në punë. Çdo ditë vinte në orën 12, hante drekë. Atë ditë ishte ditë shumë, djali që kisha në shkollë e kishte pushim, edhe burri ishte në shtëpi, Bajrami, e prisnim të hajmë drekën. Ishte ora 12 pa qerek, ku si çdo ditë shtrova drekën, të hajmë bukë, sa burri të hajmë bukë, zeli, se vinte çdo ditë në atë orë. Ishte ora 12:07 minuta. Sa dolëm në derë, me dhe thamë plasi fabrika. Ju punoni 3 pjesëtar të familjes, edhe ti vetë, edhe një nga djemtë këtu, e tu. A kishit frikë që punojnë atë punishte, pse u detyruat punojt me predha dhe fishek? Ndërsa bisedoni më parë, më thej që Zelia që thëmë pitësh që në qofë se ajo plas, mami Gërdeci e gjithë Tirana, gjithë do shuhen. Kisha frikë, që në fillim të asaj frikoj me 13 qershor të 2007-ës, ku nese familje, antari familjes për hallet e veta dhe ishte punë afër shtëpisë, se kishim shumë afër. U detyruam të shkonim në atë punë, ku punonim me djerës për të jetuar si të gjithë shqiptarët të tjerë. Filluam punë dhe ajo punë mbaroi me 15 nëndor, ku aty thamë shoqërso mbyll, se na u duk shumë e vështirë. Dhe vendosëm sa të mos të shkonim më. Kur hap me 15 janar të 2008-ës, filloj prapë si punë dhe na kërkuan familja Leti për të shkuar në atë punë. Aty pat në familje se këjmë më ka ajo punë mirë, po goca ishte me të fejurin e saj. Si dy të fejuar, mësë ja prish edhe pak qefin një të punonin bashkë, shkoj dhe aty kështë qenë çdo gjë e kohët. Pse të kishte thënë ajo 3 ditë përpara që nëse plas ne jemi të rrezikuar? Një punëtor në atë fabrikë të ku punonin, kishte harruar një djegore nga ato orë ku çmontonin predha. Edhe më tha, mami tha, sot na foli, tha, përgjegjësia i fabrikës, na tha që në qoftë se do të punoni kështu, do të keni kujdes se këtu s'do të mbetet njeri. Jo, që jeni në fabrikë, 170 punëtorë që punonin aty, po edhe Marshinet, Gërdec, Zvor, mund të shuhet edhe Tirana. Sot jemi një vit pas tragjedisë. Si e keni përjetuar ju këtë? Këtë vit e kemi përjetuar me jemi shumë. Dhe për ne është si atë ditë që ka ndodhur tragjedia. Dhimbja është e madhe, dhe ajo ditë nuk harrohet. Jo për ne që patëm viktima, por për të gjithë shqiptarët. Se për të mbetur ajo ditë e pritshme, e vështirë gjithmonë. Më thej që prej asaj dite nuk e dal asnjëherë më nga shtëpia. Ja. Pse? S'kam dalë nga shtëpia. Ajo ishte e re, edhe s'gëzoj një ditë në këtë botë. Kur s'gëzon fëmia, si do të gëzoj prindi. Është shumë e vështirë që një prind të jetoj pa fëmijën e tij. Po Erida, Bona nuk di nëse ka. Kemi ndjekur në fakt të dëshminë rënqethëse që vjen nga familja Leti, i kërkojmë ndjes, jemi në krah të tyre, i kërkojmë ndjes për rikthimin e ngjarjes makabre që u mori jetën e vajzës tyre. Do të vazhdoni të na ndiqni, do të rilidhemi pas përgjatë gjithë transmetimi. Faleminderit Erida për lidhjen e parë.
Ndërsa ne do të lidhemi tani me të ftuarin e parë, është në fakt analisti kolegu Mero Baze, ideator dhe realizuesi i emisionit Faktori Plus, për arsyen se në emisionin e tij janë premtuar shumë materiale ekskluzive, kaseta filmike, por dhe dokumenta shtetërore. Do të kërkoj lidhje me studion Faktorit Plus. Mero, përshëndetje. Përshëndetje. Një vit më pas tragjedisë Gërdecit, si e shihni? Në fakt e kam nisur këtë transmetim me fjalinë shpërthim apokaliptik apo aksident teknologjik apo aplikimi shtetit në formën më të keqe të mundshme. Sot pas një viti, cilën tezë mbroni dhe mbi ç'argumenta? Për fat keq mbetet e njëjta tezë dhe njëjti argument që kam pasur. Ky është pak para se të shpërthente Gërdeci. Është një histori e pastër korrupsioni, nuk është një histori aksidenti. Është një nga rastet tipike ku shteti kapet nga mafia në skemën e tij më klasike. Është një histori shumë e rëndë edhe pa qenë tragjedia dhe këtu mendoj se këtu duhet fokusohet më shumë vëmendja e shtetit ligjor në Shqipëri. Këtë gjyq ndaj shtetit shqiptar, ndaj funksionarëve të lartë të shtetit shqiptar, duhet ta bëj duke pasur parasysh dhe emocionet që të shkakton nëna e viktimës dhe prindërit e tjerë të viktimave, emocionet që të shkaktojnë humbja e fëmijëve, duhet t'i ndajmë këto, por kjo është një histori shumë e rëndë korrupsioni edhe pa pasur një tragjedi të rëndë siç ishte 15 marsi. Është një histori e rëndë korrupsioni për shkak se është një rast tipik ku një trafikant armësh i identifikuar paraprakisht nga kryeministri i këtij vendi si trafikant armësh, jo i thënë nga unë apo nga dikush tjetër, por i thënë nga Sali Berisha. Vitet të tëra më parë, me emër Mihal Deliorgji ishte trafikant armësh, pra pikërisht këtij njeriu i ka besuar kontratën më të rëndësishme të shtetit shqiptar në shkelje të gjitha rregullave të shtetit shqiptar. Është një kontratë e cila është lobuar për gati 6 muaj. Ky është nga korriku i 2006-s, në dhjetor ka pasur kontakte, takime me zyrtarë të lartë të Ministrisë së Mbrojtjes, përfshirë Ministri Mediu, për të arritur konkluzion se si duhet ta bëjmë privatisht këtë biznes mes Mihal Deliorgji dhe shtetit shqiptar. Është arritur që brenda një ditë në fund të dhjetorit, në datën 27 dhjetor dhe 28 dhjetor, të kontaktohet ministri, të merret licenca, të merren 3 licenca brenda një dite, kompania anëtatime dhe të vihet Selia në Gërdes. Në niptin e tatimeve është Selia Gërdes qysh 27 dhjetor. Kjo është një dëshmi autentike që tregon që gjithçka ishte ofertë e bërë nga Mihal Deliorgji, nga kompania Alb Demoil për qeverinë shqiptare dhe qeveria shqiptare ishte thjesht në nurrat e tij. Pra qysh në dhjetor të 2006-s ne kemi një biznesmen shqiptar i akuzuar paraprakisht po them si trafikant për kryeministrit për evazion fiskal në Shqipëri, i cili i ofron shtetit shqiptar vendin e kompanisë, selinë e kompanisë në Gërdes, objektin e kompanisë, 3 licenca brenda një dite dhe planin e furnizimit të biznesit të tij. Dhe që të gjitha këto i realizojnë brenda një dite, nëse ka parë ndonjëherë ky biznes, ky parimi one stop shop i qeverisë ka funksionuar vetëm në rastin e Deliorgjit për shkak se ka marrë të gjitha licencat brenda një dite në fund të dhjetorit 2006-s. Dhe pastaj kryeministri dhe ministri i mbrojtjes person janë angazhuar në korrektimin e kuadrit ligjor që ky biznes të funksionojë sipas ligjeve të shtetit shqiptar. Dhe këtu duhet të bëjmë një vëmendje më madhe për të fokusuar drejtësinë tek kapja e shtetit nga mafia, për shkak se në shkurt të vitit 2006, për të thënë më shpejt, ministri i mbrojtjes Vladimir Mediu kishte përgatitur, kishte iniciuar një vendim për Këshillin e Ministrave që qeveria shqiptare, që ta kthente qeverinë shqiptare në një komision tenderi me prokurim të drejtë për drejtë, që qeveria shqiptare t'i plotësonte kërkesën kompanisë Mihal Deliorgjit pra të prokuronte në mënyrë drejtë për drejtë që kompania Alb Demoil, e cila mbuloi në emrin e kompanisë amerikane SAC, por ishte kompani shqiptare praktikisht, ajo është sa për mbulesë, të bënte demontimin e fishekëve me kalibra të vogla në Gërdes. Pra, ky është në 12 shkurt të 2007-s, në mbledhjen e qeverisë është paraqitur prej Fatmir Mediut, prej ministrit të mbrojtjes, dhe është debatuar midis Fatmir Mediut, Sali Berishës, Ridvan Bodës, Ilir Usmalit, kush ka qenë në qeveri. Një argument për të cilin kishte folur pra, në mbledhjen e qeverisë është bërë debat i madh për këtë çështje, a mund t'i japim ne në mënyrë të drejtë për drejtë këtij njeriu këtë gjë apo jo, dhe ka rënë dakord ministrat, natyrisht kanë përgjegjësinë e ligjit përpara, që nuk mund ta bëjmë këtë sa nuk kemi komision tenderi. Dhe është kthyer mbrapsht vendimit dhe ishte thënë zotit Mediu, ishte rekomanduar Ministrisë së Mbrojtjes të bëjë një vendim tjetër, mund të korrektojë kërkesën e saj dhe ta përcasim më gjor. Dhe zoti Mediu ka hartuar në datën 14 mars, pra një kërkesë tjetër drejtuar Këshillit të Ministrave, i cili u kthye në vendimin 138 të Këshillit të Ministrave, që i lejon zotit Mediu
ta provoj vetë këtë, atë gjë që ja kërkoj kryeministrisë, ta bëj vetë. Deri këtu, duke sikur gjithçka funksionon në rregull. Problemi rishfaqet një herë për shkak se diu sapo merr të drejtën për ta rishfaqur vetë, përsëri në vendimin 550 që nxjerr në prill të 2007-s, ja jep kompanisë Mihal Deliori gjithë përsëri këtë biznes, pra megjithëse aty thuhet me tender, shikon mundësi ta përsëri në pikën e parë ja jep drejt për së drejti Mihal Deliori gjithë biznesin. Pra një njeri me të cilin kishte lobuar, kishte dhënë licencat brenda një dite, kishte tentuar t'ia kalonte përgjegjësinë qeverisë, nuk e kaloi dot, e bëri vet. Pra kemi një ministër mbrojtje i cili me paramendim është vënë në dispozicion të një trafikanti dhe kapje më të madhe të shtetit sesa një ministër mbrojtje të kthehet në një kapter të një trafikanti së bashku me kryeministin nuk mund të ketë në shtetin shqiptar. Pra kemi një biznesmen që quhet Mihal Deliori, i cili ka bërë çka ka dashur brenda një dite me gjithë shtetin shqiptar. Ka marrë gjitha licencat e duara, ka përcaktuar edhe vendin ku do ta bëjë biznesin qysh në dhjetor, pastaj tallur me hierarkinë e shtetit shqiptar. Na shkaluar ushtarakët, pavarësisht se zoti Berisha thotë nuk janë shkaluar, janë shkaluar ushtarakët. Do të flasim dhe mbi këtë argument, zoti Bazda, do të kemi në fakt një sert për po them në këtë kuadër, për shkak se i ka kërkuar një gjëra në Bërgjit, e kanë refuzuar ushtarakët dhe kur ka ardhur puna për në Gërdec, janë shkaluar, janë pyetur strukturat e sekretarit përgjithshëm, pra gjithçka që këtij mos të krijojë as i pengesë, nuk është puna se ata kanë pasur në mend shpërtimin, askush s'e ka pasur në mend shpërtimin. Shpërtimin e trajkeqja ka përjetuar qeveria sesa tjetër e shoqërisë në kuptimin për shkak se atyre shpërtimi u ka nxjerrë korrupsionin. Se kjo është një histori korrupsioni, nuk është një histori aksidenti. Aksidenti ka nxjerrë korrupsionin. Aksidenti mund të ndodhte edhe sikur kuadri ligjor të ishte në rregull për shkak se ajo varet niveli paprgjithësisë si kanë ushtarakët tanë edhe trafikantët me të cilët ta bashkëpunonin. Por historia e pastër e korrupsionit është që shteti shkapur nga vënë dispozicion. Dhe ky është problemi më i rënd mbi të cilin duhet fokusohet përgjegjësia qeveritare për këtë çështje. E qartë, dhe për të gjithë argumentave, për të gjitha fjalëve, janë faktet ato që flasin, janë dokumentat që ju keni servir në shumë emisione në Faktori Plus, janë kasetat filmike, të cilat në pak minuta ju arri propozojmë teleshikuesve. Emisioni Plus ka publikuar për herë të parë pamjet e fabrikës së Gërdecit para shpërthimit. Ka dëshmuar praninë në Gërdec dhe dieninë e plotë të ushtarakëve mbi ngarkesat me municione. Por edhe të videos dhe telefonatës të një shtetas jam që njofton miqin për shpërthimin nga një hotel afër. No, this is explosion. You understand? Explosion. Boom! Explosion. Yeah, please now, immediately. Connie. Christos. Taylor. Gardetsi, explosion. Gardetsi, explosion, you understand? Call me. Telephone Mikhail. Tell him explosion, Gardetsi. Factory explosion, yes. Yes, I know. Telephone Mikhail. Zëri që po dëgjoni është një shtetasi amerikan që po lajmëron Kriston, dhe Mihal Deliorgjit, të tregoj Mihalit se Gërdeci po shpërt. Dy ish punëtor të fabrikës të ftuar në studio kanë identifikuar praninë e drejtuesve të firmës Alba Demil. Ata u thirrën pas kësaj për të dëshmuar në prokurorinë e përgjithshme. Këtu me bluzë të kuq ka qenë Zelia Kasa, që ka vdekur. Ka vdekur, po. Këtu kanë qenë dikush nga të gratë, një zmerë, kjo është Lindita. Po. Jeton. Ky është Veis Muça. Ky është Veis Muça, Vangjeli. Vangjeli. Po. Kurse këta janë që kanë silë me makinë i municion. Këta janë ushtarak shqiptar, po? Po. Kjo është ajo që shkarkua makinë. Kjo është makinë që silë material montim. Po. Ky? Ky është ideali që thash Shefkiu pak më parë. Po. Ky është Plum Sula, ky është Beni Asa që është vrarë. Është vrarë, po. Kurse këtu janë ata dim të vorës. Ja dhe gratë që lajmë predat që... Këto janë preda? Ky kush është? Ky është Tani Minzolli. Dritan Minzolli, po. Ky është i arrestuar. Po, i arrestuar. Ka qenë drejtuesi tekniki. Po e përsi dhe njerë. Çfarë është? Ky rrethimi do të thotë që është i rrethuar që mos hyjnë njerëzit që mos... Kjo quhet fabrikë, ky rrethimi? Jo, nuk quhet fabrikë. Po çfarë është? Është sheshi i shkarkimit? Sheshi i shkarkimit. Fabrika është kjo këtu ja. Kjo këtu në krah? Që ku po kalon Veis Muçaj, ka panoni që është 210 m2. Faktor Plus ka